Pijet, unë mund të them që është me shije personale, po zakonisht natyreza është vera e kuqe, është ai simboli i ndrimit të viteve. Por dhe vera e bardhë është shumë e pranueshme, sepse edhe menun në disa vende të Shqipërisë nuk përdorin mishin, po përdorin peshkun, janë tek verat e bardha, por mbylljen gjithmonë e kanë me verë të kuqe. Unë mund t'ju them një këshill që nuk duhet të konsumojmë shumë, sepse të nesme mos kemi probleme të natyrave të ndryshme. Nga kalorit, nga shumëshmëria ushqimeve, edhe alkooli. Nëse jemi në shtëpi, nuk është ai aktiviteti fizik që mund të kërcejmë, se kur je në restorante edhe shkarkon pak. Kurse kur je në shtëpi, është ajo ritmi që neve mbasi mbarojmë darkë do flejmë gjumë. Dhe vera është një element shumë kryesor tek tavolina, se këtu disha. Por ne duhet ta fillojmë me një verë të lehtë, sa përqind për shembull? Me një prosecco, po mund të them me 11%. Nëse në orën 8 jo, po ne për shembull kur gatojmë në familjen e madhe fillojmë që në orën 6. Në 6. Duke gatuar, duke shijuar diçka, duke pirë një gotë pak gotë verë dhe kështu kam qenë para disa vitesh në familje, gjithë ishim mbledhur të tërë, gatuaj, pi pak edhe kur shkoi ora 11, unë kisha mbaruar ciklin të gjithave. Kështu që dhe mënyra e konsumimit të verës duhet të jetë shumë e avashtë, që ta shijosh bashkë me ushqimin. Ka njerëz që nuk din ta konsumojnë. Duhet të jetë shumë me kujdes. Nëse vetëm një këshill do të jap, nëse do pinë verë të bardhë, duhet të pinë verë të bardhë dhe pastaj të kuqe. Nuk duhet pinë verë të kuqe dhe pastaj verë të bardhë. Pse? Sepse ndodh që gjithmonë verat e kuqe kanë gradë alkoolike më të lartë dhe ndikimi është më i fortë. Mund të shkojmë nga më e ulta tek e larta, jo nga e larta më te ulta. Më thënë është cikël që sistemi nuk e pranon, edhe truri bën goditjen që neve na dhem dhe koka her pas here. Thotë nuk ka qenë verë mirë. Jo, është mënyra e të pirit që nuk është e mirë. Ose siç janë tavolinat që mbasi mbarova unë ta marrim tek rakie, i përzim pije të ndryshme alkoolike. Ose para mbrapa pijet ajo tek rakis, por përpara për shembull nuk pijet. Përpara se të nisi darka nuk konsumohet rakie dhe pastaj të pish verë. Domethënë ka një cikël gjithmonë që nga më e ulta tek më e larta. Domethënë duhet kemi shumë kujdes, shumë kujdes, se vërtet ne gëzojmë, festojmë, por ditët vazhdojnë, mund kemi probleme të tjera. Kështu që kjo është dhe të kënaqemi, dhe të argëtohemi edhe të shijojmë. E rëndësishme është dhe temperatura e servirjes për shembull të verave. Si duhet ta trajtojmë? Ajo është kryesorja. Domethënë ne temperatura në shtëpi 40 gradë nga gatimet, edhe ka filluar istoti. Është vap, është domethënë nuk e ke idenë se çfarë do. Ajo pastaj është vera e bardhë, është frigorifer dhe verën e kuqe këto e kanë lënë në tavolinë. Ajo verë e kuqe pson goditje shoku, domethënë është nga ato nivele që stresohet. Dhe sepse ajo është mësuar që të rrijë në 15-17 gradë dhe kur vjen në tavolina tona që është ngrohtë. Kështu që ne gjithmonë përpara se të shtrojmë tavolinën, duhet ta mendojmë mirë që verën nuk e kemi në tavolinë dhe para se ta konsumojmë, duhet ta nxjerrim nga dhomat. Sepse në çdo familje ka një dhomë që nuk ka temperaturë të larta. Dhomat e gjumit, që nuk është salloni, aty ku është dhe gatuar. Ose dhe verandi, për shembull. Po jo, edhe balkoni. Kështu që duhet kemi shumë kujdes, kurse vera bardhë është në frigorifer dhe e kalon atë kur e kuqja, pastaj që duhet kemi shumë kujdes, se të kënaqemi, kjo është, se nuk është vetëm ushqime, ta shijosh. Se ajo është darkë. Fillojmë me antipasat, me ato gatimet të rënda kalorike, konsumojmë pastaj edhe ëmbëlsirën në fund, e cila do të shoqërohet ajo me një pije apo me një roze apo jo roze jo, absolutisht. Jemi me një pasito, me një verë të ëmbël. Ajo ose një liker që ka 1% të lartë alkooli. Domethënë gjithë jemi ëmbël, e mirë, të kënaq, por mund të pijmë edhe një amaro të mirë. Domethënë të mirë, ka amaro sa të duash. Ka akull është shumë e mirë. Ta akullu si jam unë, se prishat amaro, por që në gota të ftohta është shumë e mirë një ëmbëlsirë. Do ta heqim atë alkoolin të nesërmen, se nisëm pak, çfarë duhet të këshillojmë? Probiotikët apo jo shefi? Vetë gëzimi çfarë përdor? Si zakonisht gjëja më e thjeshtë e mundshme që të gjithë mund ta kemi në shtëpitë tona është kosi. Kështu që fare mirë fermentim që diçka cilët mund gjendet fare lehtë në pjesën dërmuese të gjithë shtëpive tona. Se mund të themi edhe elemente të tjera, por ta nisim ditën të nesërmen me kos. Me dhall. Ajo me dhall, me kos, kefir aq më mirë. Kefiri është shumë i mirë.
por që edhe një çaj shumë i mirë mund të ishte mundësia që në mëngjes pa... Me fruta, çaj fruta, themin. Në tonë është shumë e mirë, edhe një lugë mjalt do ishte shumë e mirë, që të bëj gjithë këtë procesin e gjithë, dhe një lugë vaj ulliri, mbasi jemi quar dhe kemi konsumuar alkohol, është një element i mirë, por pastaj nëse kanë turmerik, nëse kanë ginger, nëse kanë shafran, bëj një kombinim çaj me këto element, erzat, edhe po, edhe një çaj mali mund të konsumosh, po gjithmonë mëngjesi duhet të jetë shumë i kujdesshëm.